Ke vret ndonjëherë që kur nuk kam pas njerëzit me pagu apo diçka tjetër, ke vret ndonjëherë që unë të më dali ku më rrej dikon. Që ti ke shumë vite që ke punu këtu, ke vrejt ndonjëherë. Ke vrejt ndonjëherë që kur nuk kam pas njerëzit me pagu apo diçka tjetër, ose ne mos marrëveshje që kon për cek apo për diçka, ke vrejt ndonjëherë që unë të më dali ku më rrej dikon apo ju kom dhënë urdhën e njerëzve tjerë që dini rrinë apo diçka. Dhe sa kom punu të ti. Ti kam dhënë urdhër njerëzve tjerë apo diçka. Po na? Dhe sa kom punu të ti. Nuk kam dëgju që ki rrej apo ki bo diçka për cek apo mos ma veshë. Dhe që e më shtejtë kënati që ki qurë pije ekstra, dhe s'kam pas pare, ja ki pare. Ashtu kom dëgju, se që kom pa me. Ke dëgju ndonjëherë që kam pas vrejtje punëtor, ju komplet stafi për shembull që më kono për 40 punëtor e më shumë. Po ke dëgju ndonjëherë që keni pas ndonjë problem me mua për rruga, apo për ndonjë pagesë apo për ndonjë gjë kështu. Apo sjelljet e mia ndonjëherë kanë qenë agresive për shembull me ju apo edhe pse shumë pak që nuk taku me ta shkon menaxheri, po në çdo moment. Atë moment që s'ma kështë edhe në rrugën dhe kështë alun punë. Unë pa të asyë këmë në e të gjithë ti, që i po një rego. Mos me pazonë rrugën, ta kështë alun punë. Por atë asyë këmë në e të vjetë.